Lote ngushëllime në Tetov për këngëtarin Shpat Kasapi. Miq, familjar dhe bashkëpunëtor janë mbledhur në Pallatin e Kulturës në Tetov për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit Shpat Kasapi. Në ceremoninë mortore që ka filluar paraditën e sotme, shihet e pranishme edhe nëna e artistit, e cila po përqafohet dhe ngushëllohet nga të afërmit dhe të njohurit. Selvia, bashkëshortja e Shpat Kasapit, nuk mundi t'i mbante lotët ndërsa ja dha lamtumirën këngëtarit, i cili vdiq më 25 nëntor pas një sulmi në zemë. Për të nderuar Shpatin, në Tetov gjenden edhe figura publike si Blero, Adelina Tahiri e Big Mama, Dafina Zeqiri. Veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare, Bardhyl Mahmuti, ka kritikuar udhëheqësit politik shqiptar të Tetovës që nuk respektuan zyrtarisht dhimbjen dhe pikëllimin e shqiptarëve për vdekjen e këngëtarit Shpat Kasami. Duke bërë një krahasim me trajtimin që ju bë pas vdekjes këngëtarit Maqedonas Todor Proeskit, Mahmuti tha se për këngëtarin më të popularizuar shqiptar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut Subasgjë, këngëtari i njohur nga Maqedonia e Veriut, Shpat Kasapi, do të varroset sot në orën 14:00 në varrezat e qytetit në Tetov. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.